Që që kanë trajtu në Hague? A mund në shpak me nga spjegu mrena asoj aty në burzëv të asoj gjykate? Unë jam të ndëgju disa zëra që jam të më befasu, për njerëzve që s'din. Po e thomë sinqerisht. Haga është një burg. Së mund të as hotel, as shtëpi. Burg. Trajtimi ka qenë, ka pi gardianve, flasë gjithë për gardian. Mënyra më e mirë mundshme njerëzore. Kur na ka vdik katëris baba, edhe nona mu baba, ata nuk shkojnë të shtëpia apo nuk e fillojnë punës parë me ata që u shkryt. Pa të shprehë ngushëllime. Tini të binden. Gardian gjithmonë flasë për gardian, edhe stafi civil. Drejtoria e burgit vjen të shprehë ngushëllime, edhe gardian të shprehë ngushëllime. Mrena burgit ka qenë një përkujdesje shumë e madhe. Pe gardianve edhe pe stafit. Nuk e pas me të këshyrë më rrallë shumë, me të fy, me të shty, me të thonë të jesh shqiptarë, apo je diçka tjetër, jo. Absolutisht, në jetën e vete. Për kontra zjeta kanë hungur shimell me neve. Kjo është e vërtetë. Gjithmonë flas për gardian. Kanë orë vizita, aq mirë e kam pritë familjarët, gardianët, deri ato. Unë kam qenë i smunin, bu 2 operacione, mu më kam pru dhe krevetin në spitalit. Gjatë ku se e konë Hague? Se po 2 operacione më në Hague. E ku i ke krye operacionet atje? Në qytet. Spitalin e Mretit, të Hollandës, edhe kam kryer një në spitalin e shtetit që thonë. Kush e pagu i ke? Ato i ka pagu gjykata, shpenzimet gjitha. Mbi 100.000 euro më kam bu 2 operacione, mbi 100.000, se kam bërë me sy fakturën. Edhe më kanë dhënë gjak konkret, se unë pata një infekcion gjak, një kubi bakterie, thirrët zebza këtu në Kosovë. Që në 100 ton ajo po shkon. Është problem ato. Në pe ati infekcion që kam pasur në fotin fatkeqësike, edhe qillova në Holland, që tani më ndrun gjakun. As mirë të këshyren, sidomos smutin. Unë operacion dytë jam smun ora 10 natës, po 10 natës në ora 22, në ora 11 kanë qenë në spital. Në ora 5 mëngjes më kanë operuar. As shpejt. Trajtimi ka qenë shumë në nivel, kam fjalën gjithmonë te gardian. Po sjellja e gjykatës mbrana atje. Prokurorëve aty na ka qenë diçka krejt tjetër është. Edhe ka një dallim shumë të madh tani. Ka një dallim shumë të madh. Se shpesh gjyqtarët ja mojnë nonën prokurorisë që s'kan drejt. Shpesh edhe gjyqtarët dalin nonën prokurorisë. Shpesh ndodh su këta shqiptarëzia keni përcjell soncat, soni jam ty përcjell këtu soncat. Shpesh gjyqtari bën pyetje, mëse me ta bëj prokurori i bën gjyqtari. E kjo ka qenë diçka krejt tjetër është. Kjo diçka. Po mendon se janë dikum gjyqtarët? Unë po mendoj që politikisht. Po mendoj që politikisht më na dëmtu luftën e ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës, më dëmtu krerët e ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës, po nuk do t'ja dalin. Se lufta ka qenë shejt, lufta ka qenë vullnetare, mos u ka çuftesë kush me një luftë, asnjë pjesëore të çukës kush i kanë çuftesë atë në luftë, po secili kush ka tosh e ka një veten shqiptar, ka një veten që ka obligim për vendin dhe kombin vetëm që kemi një luftë përmes rrugit vend. Dhe ne jemi okupues, po ne jemi shirus këtij vendi. E unë mendoj se gjykata është puro politike. Thashë më herët, kjo mund të ketë emrin gjykatë, mund të ketë emrin drejtësi, po s'ka fare. Tani ç'është më e keqja? Që gjykata kemi votuar ne e Parlamentit të Kosovës. Atë 2 deputet të Kosovës kanë çuar dorë me pjet. Problemi është se ne s'kemi as banku shumë, se ne duhet të bankun vetveten. Njerëzit tonë. Në institucionet tona. Vetëvendosja me krye kurtin po thotë se këta që janë këta kanë votuar vetë në ja, vetëvendosja mund të thotë ashtu, po vetëvendosja ka çuar sollën krejt. Pse s'kanë sollë vetëvendosja me votu kundër. Ai ka një protekst si po thotë vetëvendosja. Hajde që vetëvendosja po thotë. Po kur kemi bëna kërkesën me shfuqizimin e gjykatës, në shoj kujtohet nota famshme. 30 vjetori i po saktë. 2018. Ambasada amerikane, ambasadë që kam presion. Pse vetëvendosja kur e patën mundsinë, unë kam pas takim me 2 njerëz me Najt Azanin dhe me Recep Selimin. Kur kemi thonë se do të bëhet sonte, kemi menduar se po bëhet shfuqizimi i gjykatës. Dhe këta kanë dalë për jashtë me një pjesë të LDK-s. Pse s'kan ata në sallë me shfuqizimin e gjykatës? Dhe me met njëra vetëvendosjes. Me met një autoritet shumë më i madh. Po kanë dalë jashtë kanë dalë. E kjo është ai turpi tyne që vetëvendosja kjo këto veç po thotë vetëvendosja ka fajë. Kjo ka vojnë. Të merr pjesë në bojë, atë çaj takon. S'po them se krejt fajtor, po të merr pjesë soi takon. S'kan ai soll ka dalë për jashtë. A dyta kur ke shfuqizimi pse dolën për jashtë? Nuk e çon dorën kundër atë. Kryeministri Kurti s'kon me vizitu, nuk ka me vizitu në Hague as Recep Selimin që ka bashkëpartijake, as krerët e partive tjera.
E ka përmen e herë gjatë kohës, me siguri këni komuniku bashk, edhe me paraburgosër e tjerë, me ishkrer të uqëkës, edhe me Rejgjën, edhe me Hashimin, edhe me Kadriun, edhe me Jakupin. E ka përmen Rejgjën e herë punën e qeverisë, për kërohjes për qeverie. Rad më voni shumë nuk atje jemi mirë ma shumë me procesin, sa me politikën a me Albinin.